Por unë një respekt veçantë kam për shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës, të cilët vinë investojnë në vendin e tyre, se ky është vendi i tyre, pra në një farë mënyrë është vendi të gjithë shqiptarëve. Që turizmi ynë të jetë një hap më lartë, cilësisht më lartë, por i quhet ndryshe turizëm patriotik. Dhe për mos u larguar nga kjo lloj atmosfere, unë kam kënaqësinë të sjell këtu një politikan nga Kosova, një luftëtar, një trim ta them, kryetarin e Partisë për Ardhmërinë e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Ta presim! Mirë si u gjeta, qysh e agranoka, a e mirë, shka ki pun, qysh po kalani, përshëndetje gjithë, qka po bani, qysh po kalani, mirë me shëndet, a i një mirë. Falemderit, zoti Haradinaj, falemderit. Falë. Falemderit, më duke se ka kruki, dorën e shtrëngon për 5 minuta, nuk e lëshon. Po mirë, të uroj mirëseardhjen në Portokalli, është me të vërtet kënaqësi e madhe, në një farë mënyrë është mirëseardhje dhe në Shqipëri, si po të duket Shqipëria, Portokallia? Shika, mirë po më duket gjitha dhe mirë sigurisht fondina me një vend si shoqë Shqipëria që jemi vlezër, jemi motra, më lejoni që ne me në krejtë Kosovës t'ju përshëndes e gjithve. Mirë si u gjitha. Faleminderit. Sa për t'i dhënë dhe një informacion publikut, zoti Haradinaj është shumë i lidhur me Shqipërinë, sidomos me Tiranën, dhe për këtë shkak ka bler dhe një banesë në Tiranë, është e vërtet? Po, e kam një banesë në Tiranë, po për momentin e kam shumë me qera. Ashtu? Po. Çfarë hapësire ke? O 75 metra katrore, regulume, mobilume, uj drita 24 orë. Ashtu, hë? Po. Sa e ke qira në muaj? 250 euro. 250 euro, hë? Po. E bën kështu, e ke lëshuar, po mirë. Po ku e ke kështu si zonë, me fjalë që të intereson? Ashtë bash në qender Tiranës. Te Palati Kulturës? Po, te kombinati. Apo që... E pas ke një qëndër fare. Po, i ka... Sepse nga qëndër Tiranës ati ku je ti për 3 minuta shkon Durrës. Kupton, je mirë. Po mirë, zoti Haradinaj, kuptojmë që juve, pamërsisht nga statusi politikanit, jeni shumë i lidhur me botën e muzikës, me botën e humorit, kështu sikur se kam informacionin. Po, ju pëlqen shumë muzika. Qërëm zëtë reagran. Une i du gjitha këto, edhe jam një ndër politikan që shuhet në Kosovë, se ka marak me vogë si i sen është kështu, po di edhe me knu edhe di shumë gjana, që ka do që do një ver me vogë. Po, shfarë të pëlqen më shumë për të kënduar, për shembull? Une di me knu edhe popullore, po di me knu edhe ref. Po, popullore për shembull çfarë? Qose mundesh, nuk ju detyrojmë. Shika, mas i jemi në Shqipëri, do ta këndoj një kongë për Bajramzurin. Po, shumë bukur. Atëre... Ta këndoj një kongën për Bajramzurin. Ta këndosh, pa tjetër. Kokën në Stamboll e more, e trupin e Janine, të shtrina li pasha more, o pasha të shtrine, kokën... Ma falë, zoti Haradinaj, kjo është këngë për Ismail Kemalin. Po që aty për... Po që aty përmenet edhe këm doke, që aty përmenet. Po mirë, zoti Haradinaj, po këngë rap që thatë ju, rap janë ato kështu, resative, e? Jo, ja. Ha? Jo. Tati, atiri tati ta popo. Qa është kjo? Kalle son të mostanine për kërkon, kalle son të Seramushi po feston, kalle shes bon, jo, bashkan gjitho, jo. Jo. Kalle. Jo, më falë, se unë di që këndon e shoqëron vi melodike me tekst, po ajo para ta-ta-ti-ta-to, qa ishta, po bëndhe orkestrën ti. Po që ka di gjo që shtu e bëna i gjeti. Po, shumë bukur. Më falë tani dhe të themi në një kapitull tjetër, në qofë se nuk pranon, unë nuk ju gacmoj. Por mirë është që edhe publiku këtu në Shqipërisë, në mos këj portokalistë di, ju keni qenë në Hagë. Po, që qërë zotit është një dola. blokje dhe naturisht të gjithë kemi qenë solidarizuar pra me lirimin tuaj nga burgu. Si ke pas marrëdhënie atje me Carla Del Ponte? Shiko, zot Asaj është Reagran. mi thonë Carla Del Porte, po për momentin, ta quajmë. Shiko, zot Reagran, marrëdhëniet e mia me Carla Del Ponte kanë qenë veç për aventura. S'kanë qenë serioze. Po. Ndërsa...
Nuk kaloja keq, zot reagron me ato, që ju e dini, atje kam qenë pat punë, do me thonë, edhe kështu që kur kish nevoj, kur kish nevoj mja kryna i punë fizike, unë ja kry, qa spritoj, qa. Sepse vlen të qeket, unë jam shumë i zhvillum, por vlen të qeket pjesë muskulozi i kam zhvillu me shumë, që preke muslin. Qa thua? Pa, a po dani me frek, lajkosh? A po dani me frek? Jo, po e prek vetë, këna që vetë, s'ka problem. Po, tani të vinë të një pjesë tjetër me fjalë. Trimëria juaj, pavarësisht se lufta ishte si ishte kontributi i UÇK-s, por njëkohësisht edhe mbështetja e fuqishme e NATO-s, e Shtetet Bashkuara të Amerikës, thuhet se njeriu më trim në luftë ka qenë zoti Hashim Thaçi. Nuk e di sa... Ja, ma trim ka qenë i da jemi. Zot reagran. Pastaj kam qenë unë, pastaj ka qenë unë, e pastaj unë e kështu me radhë. Ashtu? Po. Kuptoj, pas ka pas shumë trima, po në çdo... Po, qëre, zotri Thaçi s'ju ka tut kërkush në luftë, se mu kanë tut krejt edhe ushtarët e mi, va edhe si shkijet mu kanë tut, ndërsa zotri Thaçi s'ju ka tut kërkush se ati për ato me nëshin që ndërkëmtarë, se sa u kanë fartë fri Gjermanisë. Ashtu, po pse nga se e daloni kështu, apo? U dalante, zotri Agrën, a u dalante që është ndërkëmtarë, se i ka pas flok me gell, kështu, si me gjell, po, e kuptova. Me gell. Atere që të mos largojmë se e kuptova që atmosfera politike një farë mënyrë nuk para përqet nga publiku përsa i takon në humorit. Më keni thënë kështu kur ishme aty me fjalë që unë e përqej shumë portokallin humorin në përgjithësi dhe mund ta tregosh diçka humoristike nëse? Po, mu ju tregu një ngjarje të Sali Berishës. Po, me Sali Berishën e trego. Shiko, Sali Berisha tha dul njerë për me majt fjalim në qendër Tiranës. Fjalim zmane po s'pati miting, po ha? Edhe dul miting, qashtu, edhe po i thot dikush, o mere, Sali mere që të plum edhe lëshoje në shajt pache. Edhe kështojnë drejt Europës. Po, e mur plumin dorë edhe tha, do ta luftojmë korupcionin, do ta luftojmë krimin, posh terrorizmin, posh to le qkon ky plum në Evropë. Ta man kur dash di me lëshuaj plumi klap për anë tokë, e kesh pa mytë, të është rëngu. Atë pëlqej. Ata që jam humorist. Atë pëlqej. A shumë fare. Edhe ati që ka tha ma zane. Ta kjo është akti e Tiranës që u mytë. Të qeshur e ka më të bukur se të treguari. Po mirë, si përfundim, të falenderoj nga zemra për gjithë shka the. Mo qëfti me kërë. E the shumë bukur atë. Më falë zotja Radina, kushe ishte... Ha? Shkova. Jo, prej 10 minut. Kush është mesazhi juaj për politikën shqiptare? Shiko, mesazhi im për politikën shqiptare do të kishte me qenë që dulet Sali Berisha me Edi Ramën që të bisedojnë së bashku për hatër Shqipërisë, për hatër gjithë qytetarëve të saj që gjindën këto. Si vlezër. Si vlezër, për të mirën e Shqipërisë, pati. Për të mirën e Shqipërisë. Shumë bukur. Po, pse nuk takojnë juve me Hashim Thaçin në Kosovë? A, që ta shefrishe punën. Natën e mirë. Kalofë që mirë, me të mira.